Miqtë e Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe gjithmonë më shumë është shumë e rëndësishme që të jeni mirë dhe të bëjmë mirë për këtë vend. Një nga ata njerëz është edhe Romeo Kara, juristi i mirënjohur që pothuajse çdo herë kur ka ngjarje të rëndësishme që ka të bëjë në interesin publik shqiptar, është prezent për të dhënë mendimin e tij në fushat që është ekspert dhe i njeh më së miri prej vitesh ku ka qenë edhe nga nismëtarët e parë, le të themi, për sa i përket thyrjes së regjimit dhe sjelljes së demokracisë dhe për të luftuar për drejtën e çdo njeriu shqiptar. Zoti Kara, të falenderoj shumë që për disa herë jeni pjesë e kanalit Pisk për analizat dhe se si shihni ju situatën ku po merr vendi jonë. Faleminderit ju Altin që nuk po bëni thjesht një biznes për punësor vetëm, por me aq sa kemi folur bashkë për kohësh, mundoni dhe ju të vini një tull në atë solidarizim që duhet të ketë shoqëria në përkrahje të mirës dhe në luftë kundër të keqes. Mendoj që detyra jonë kryesore është momentet vështira të paktën morale kur ka i popull, ne të pozicionohemi dhe të mos mjaftohemi me ato që s'po bëjmë vetë keq. Se deri tani nuk kemi qenë suficient, por në fundit jemi aktiv, pasi edhe indiferencë nuk është gjë tjetër, është indiferencë me tragjedinë e vetes tonë dhe të popullit tonë. Është një farë dakordësie, le të themi. Është shumë e rëndësishme për ta kuptuar që edhe të iluminuarit e parë të Europës, që nga Dante e tjerë, kanë thënë që vendet më të errta në ferr do jenë për ata që qëndruan indiferent në kohë krizash morale. Ne nuk mund të jemi indiferent me tragjedinë tonë. Nuk jemi në një luks të tillë që ne t'i kthejmë kurrizin fatkeqësisë që po ndodh përpara apo tek kushdo shqiptar qoftë. Se një ditë ajo do të vi prapë dhe ke personi që i ka kthyer kurrizin. Dhe konceptin global që shumë e godasin globalizmin e tjerë nuk duke e konsideruar vetë si person shoqërinë njerëzore si një të tërë. Unë kam qenë i ri kur digjej Londra nëse çoheshin studentët e Parisit në protestë. Pra solidaritetin në Londër ishte i tillë që e gjithë Europa digjej për drejtat e dikujt që ishte student. Dhe gjithë studentët çoheshin, pastaj edhe punëtorët. Pra i gjithë komuniteti njerëzor është i njëjtë. Gjithë jemi qenë njerëzorë. Nëse ne tolerojmë të keqen diku, prandaj fillojnë ato rrafët koncentrike hapur, ajo do të vijë aty në shtëpinë tënde. Po. Filozofia e zjarrit që ka një zonë X. Kështu dhe kjo Europë dhe kjo botë u solidarizuan të paktën për herë të parë në mënyrë të menjëhershme. U solidarizuan në Europë, në Kosovë, pastaj në Ukrainë, pastaj politikat e ditës ndrojnë, ai për tepër që janë politikat oligarkike, të cilat nuk zgjasin siç mendojnë njerëzit, ato që janë bazë e sankcionuar të drejtat, të drejtat që janë bazë dhe sankcionuar nga OKB-ja, ato duhet të bashkojnë shoqërinë, se mbi këto parime mund të funksionojë shoqëria. Shoqëria nuk mund të funksionojë vetëm mbi interesa të mbushura. Të paktën ne si shqiptar për treguar që jemi po ecim në atë civilizimin tonë, po ecim në formimin tonë, në forcimin tonë. Ne nuk duhet të tolerojmë ku na shkelen drejtat. A është detyrë kjo e çdo qytetari? Është detyrë e çdo qytetari dhe bëhet sidomos detyrë atyre që paktën janë të ndërgjegjshëm, kur sunduesit, se këtë them me bindje, ne nuk jemi të qeverisur, ne jemi të sunduar dhe po sundohemi akoma nga njerëzit më të zi që mund të nxjerrin një shoqëri njerëzore.
më të poshtë, domethënë. Qofse trupi ka i këllir kur e lan, nëse ka këllir shoqëria shqiptare, ajo është në qeverisje dhe në ish qeverisje. Është në qeverisje pra Po dhe ish qeverisje. zgjyra shoqërisë shqiptare ka qeverisur dhe po qeverisë Shqipërinë. Bëre mirë që ndore këtu se ka shumë njerëz nëpërmjet intervistave që ne kemi realizuar, që thonë që Romeo Karat tregohet shumë i kujdesshëm në bisedet ose në retorikën që transmeton dhe duket sikur mban një lloj qëndrimi pro Ramës. Po unë nuk i marr leje njeriu për ato që përmend. Kritikuesit e mëdhej ta mbështjellin gjuhën, ta fusin të nxjerrin ku duan. E keni hasur besoj diçka. Po jo, më nuk e kam hasur, po më që po e thua ti, se nuk unë kam hyrë në një rrugë që nuk e kalibroj veten me këto lloj kritikash. Unë nuk i marr leje kujt, se ata thon pse se bën ti këtë, po kush je ti që më urdhëron mua me kritikën tënde këtë do bëjnë? Po ti çka ke bërë ti? Po çfarë kusuri kam lënë Ramës deri tani, me që duan këta. Po unë se bëj këtë, momentin që thot tjetri bëj, unë nuk e bëj. Dhe të gjithë ta që kanë folur kështu, një pjesë tyre, se ata kanë mbjell opinionin, janë pikërisht disa nga gazetarët që Caliu i ka tani në listën e tij. E vërtetë shumë. Po mua do dalim edhe intimidim të tjetër nuk më bëjnë dot. Domethënë, e para herë unë nëse e bëj diçka e bëj për izat Zotit dhe nuk e bëj as për Romeon vetë, e jo më për Ramën e për tjerë, por nuk duan ta lexojnë atë pjesën e kritikës pushtetit. Atëherë tikin të pyesin, kush është njeriu që ka vuajtur më shumë nga padrejtësitë e Ramës? Janë këta, duke përfshirë Berishën që bën kulla dhe shkëlzeni në çka brapa Berisha, apo është Romeo? Sa dëmi ka sjell Romeo vendit, edhe sa përfitime. Dhe sa dëmi ka sjell Rama dhe sa përfitime. Hajde të bëjmë bilancë. Që vetë ta mendoj të bilancet, të gjithë do t'japim me sap kur të shkojmë në të botë. Apo si mendojnë gjithë. Të paktën, le të mos i mendojnë, kur mos i mendofshin, unë nuk e mohoj Zotin, se edhe 99% e popullit tim mos jetë besimtar. Kur mos u bëft, unë se ka për detyrë me futur rrugën e Zotit, edhe profetët detyrë kanë pas me dhënë fjalë, me dhënë këshillën dhe qortimin. Kur mos u bëfshin për mua, se nuk e kam bërë të punë për pushtet. Nuk e kam llogaritur kur të rreshtohem për pushtet. Për arsye se e kam parë që do të dal nga të paktën nga ai raporti që të kem me atë lart. Apo për të ecur rrugën e të mirës, unë s'mund të pranoj të ecim pushtet me formacionet apo me format që kanë vendosur shejtanët në tokë. Dhe po fus tu dhe Ramën dhe Berishën. Me pazarin e tyre, se është gjë e mirë konkurosh në rrugën e të mirës. Unë nuk kam parë dy forca pozitive në Shqipëri që po konkurrojnë kush ta bëjmë në Shqipëri. Përkundrazi, që nga viti 2008, kemi dy forca anti-njerëzore, anti-shqiptare minimumi, po i marrë kështu, zëdhënëse të gjithë qiave, të cilat mbajnë peng Shqipëri me i kozjedhor. Me dy autorë, Sali Berishën, Edi Ramën. Dhe këta që thonë pse si bie Ramës, këta janë... Nëse mos qëndroj ke kjo... Këta janë, do të qëndroj unë se nuk e le kusurit. Këta janë më të shpifur se vetë shpifja. Se këta mohojnë realitetin. Nuk ka rast të dytë që një njeri të ketë kontribut dhe të kujdeset vetë Rama dhe ka krijuar bindje të gjithë njerëzit e tij që ky person duhet mbajt sa më larg. Për Berishën ngjenë. Jo më për Berishën, se Berisha është shejtani dal hapur. Po ky që kemi kryeministër, rast të tillë me qëndrim marrëmisor, ka shi një personi që ka shprehur të paktën një lloj mirësie, të paktën një lloj konstruktiviteti, të paktën ka dhënë një lloj kontributi për vendin e tij. Rast të tillë më poshtrues e më të ligë që ka shprehur një shetar është ai Ramës Kashime. Ta kesh sigurt. Dhe ai e di shumë mirë, dhe unë kam thënë sy, domethënë. Do shembull se si Rama është thjesht demagog dhe vret gjithë meritokracinë? A e do me letra?
se këta mbujnë diplomat. Se ç'më duhen diplomat mua? Diploma është si puna e saj, e ka marrë unë diplomën për makinë, thot ai, me 1000 pikë të mundshme, po të ishte me pikë. Po del në rrugë si jepet makinës. Unë kam pas ndihmë se kam brapa, që kanë mbaruar La Sapiencën, që fillimisht kanë qenë të denjë vetëm për t'i çuar në post. Për të çuar njoftime gjyqësore të tilla etj, për dorëzuar padin, jo për ta bërë padin. I kanë marrë njerëzit nga Oxford, se i duhet diploma, i kanë futur në punë, i kanë lënë me muaj tërë aty. Ka ardhur ai Oxfordisti, ka thonë se kjo gjë bëhet kështu, nuk ka thirrë kush me na dhënë mend. Kemi marrë se na duhesh me diploma atje, sa për plotësuar atë kuadër. Pra. I kanë marrë për orendi. I kanë marrë për bizhu. Se këtu të kërdis ky tjetër këtu. Që ka vjedh diplomën, ase ka marrë fare, se ka bërë smesme. Të kërdis ai gangsteri atje, që ka bërë ca vrasje dhe i vën rrjesh ta me diploma. Nuk ka nevojë për atë, ri atje si bizhu, atje dhe mbyll gojën. Edhe janë kthyer mbrapsh bishturë. Nëse ka rast më kuptim plot të vrasjes meritokracisë, dhe të krijimit i mlefi që e di unë, sa ta mendojnë se ne do i gëlltisim to dhe do ikim qetë botën tjetër. Jo, unë nuk jam gata. Jam unë. Por jam kaq i prerë në atë siranë e punëve të mia, sa Rama dhe Berisha bashkohen, nuk e ndryshojnë dot. Jo. Ne punët jam me sira. O të përgjigjen të dy në një kohë përpara ligjit, ose Berisha para. Se rikthimi te Berisha është vrasja përfundimtare e shpresës për të popull. Nuk ka bindje të madhe si kjo që kam. E gjithë lukunia e të poshtërve, por nëse ka Berisha njerëz mbrapa, janë o të poshtër, o idiot. Se 30 ca vitet mos a marrësh vesh se kush është ky lloj soi, ky lloj shejtani që duket që e prezanton veten me të gjitha çfarë ka thënë dhe ka bërë. Sa ai nuk është se vetëm bën pa edhe thot. Të qofse ty të bën syt kur shef një veprim ose se interpreton mirë, ta thot me fjalë. Të gjitha i ka bërë. Dhe këta persona qëndrojnë pas tij. Siç ke rastin e Dash Sulës, i pranueshëm Berisha, pa ja fut Berisha këtij, dhe ushqeni vetëm iluzion që ne bëm pakt, ja hoqëm litarin nga qafa kur ai kishte momentin më të keq jetës tij me 21-22-shin që u shpallën gratë e tjerë, edhe menduan se Berisha do t'i pranojë tani nesër të hampi laf prapë me Berishën. Dhe mërna ditës, pa në mënyrë çuditshme, fjalimi më të mirë parlament e bëri mbasi hoqi atë koperturën e njeriu të edhe hipokrit. Po thonë për fjalimin e fundit. Po, atë ka bërë sakt. Atë ka bërë sakt. I Dashit. Po pse e bëre mbasi ty të përzun? Për atë që tha që 2 tomorët e Shqipërisë janë. Po, atë ka thënë sakt. Po çfarë kanë thonë këta tani? Pse kanë thonë? Po jo këto e thonë mbasi prek interesat. Kurse unë i kam thonë duke i prekur interesat e mia. Pra interesat e mia i kam shfrytzuar me zero, duke mbajtur qëndrimet që kam mbajtur. Edhe të më thonë këta kritizierët e berishizmit, edhe të ramizmit, të më thonë, çfarë kam thonë keq, gabim, dhe çfarë kam bërë gabim. Dhe am kanë dalë ato që kam thënë, se ka qenë analiza. Unë s'kam parë ëndra si të shohin disa, e thonë do ndodhi kjo, do rritet çmimi bananes, do pjasin lufta këto dhe jo, si kam bërë njerë. Si e futi konspiracione, nuk ka. Po s'kam në mend të çmenem, edhe as të bëhem interesant për klikime. Unë kam folur me analiza. Jam munduar ta lexoj qartë një gjë e caktuar, mendoj që e njoh mirë historinë e Shqipërisë. Mendoj që një pjesë e mirë e politikanëve nuk e njohin të paktën historinë e 200 vjetëve të fundit të Shqipërisë. Dhe tentojnë të bëjnë dhe të parë të vendit, a thunë se do bëjnë vetëm një politikë lokale këtu, do shkojnë deri ke posti e Eron Velis, e do merren me rrugën këtu, etj, se na devijoj pak janë të s'po i çojmë në dëm të madh, por raport me politikën ndërkombëtare çfarë do bëjnë ta? Apo prit të pyesim këtë apo atë. Po kush ta fal ty momentin, dhe bota po lëviz shumë shpejt, ka dinamika që ndodhin brenda ditës. Një disa mit mund ndodhin disa dinamika dhe kundërthënësi me një tjetrin.
Ku do t'i besosh ti? Kur ti ke pranuar dalësh kryet e një populli që nuk di çfarë histori ka nga vjen. Dhe kur se di se nga vjen një popull, ku do ta çosh ti? S'do di edhe ku do e çosh. Akoma ne Po s'kam përgjegjësi edhe, nuk e njohin. po mos kërkojmë vota, mos kërkojmë vota. Për çfarë del? Kaq egoizëm keni pa u krijuar vetë si persona kërkoni vota? Pa ta përdorësh politikën, kam thonë, besojmë për të parë që kam thonë, terapi për egon që ke për pushtet. Kështu e përdor Rama. Por fatkeqësisht sot po e përdorin si mjet mbijetese. Pra të kërkosh të rish kryeministër apo ai tjetri kërkoi të mbaj partinë e tij Saliu, se është problem mbijetese, nuk ka gjë më të keq për i vend. Atëherë kjo duhet lindit kundërtën. Pra për herë të parë se ne nuk jemi krijuar si popull në atë përditshmërinë tonë. Ne s'kemi krijuar një stereotip dinamik kur ne kemi sfida të tilla nga se ne kemi vujt nga qeveritarët. Po pse kemi vujt nga qeveritarët? Se ne jemi të pandërgjeshëm. Ne i zgjedhim dhe i adhurojmë. Po, e vërtetë është. Ne nuk e kuptojmë që ata janë përfaqësuesit tanë. Ne jemi akoma në epokën Ne a ke parë ti e zgjedh tjetri, do të vi tani çdo lloj deputeti do të kthehet lëtyr. Burr më të mirë nuk do gjesh, grua më të mirë nuk do gjesh. Si po e sheh këtë situatën politike para? Do vinë, se edhe mua më kanë ardhur se pavarësisht që vinë për kërkojnë ato për krajen atë mënyrë si kërkojnë. Do vinë. Edhe keni sigurt siç o kanë bërë gjithmonë. Telefoni s'do ju hapet. Pastaj do të tregojnë dhe për buzjen. Edhe me indiferencë, po dhe direkt. Dhe ne ti rikujtoni vetes to, gjithë se janë shumë të rëndësishme dhe ne kthehemi nga ata që me të mek i zgjedhin këta, fillojmë dhe adhurojmë dhe i shohim nga poshtë na duken këta të mëdhej, këta që kemi zgjedh vetë. Dhe këtë do Rama. Pranon Rama t'i shkojë mban një kongres nëntor, ish kryeministër aty tjetër, Majko, ri shef si guguf, nëntor tjetër dhe s'flet as i fjalë. Ka krijuar një parti me zombi. Atëherë ku mendon ti që do të ishte një person si i imi në atë parti? Bazën e partisë le të votojnë gjithë ata me mua. Unë s'kam lidhje me atë punë. Po jam i sigurt, atë që quhet kocka e PS-s, le të vinë votojnë me mua. Se e parti është ndarë në dy pjesë. Në një pseudo parti socialiste dhe ajo që është tradicionale, që ka qenë të ndershëm, edhe që po mbajnë kuriz këta abuzivët pa fund, që mbin kështu. Po me heshtin e tyre të ndershëm po mbajnë ta, apo jo? Po me heshtin e tyre, gabimi i tyre është. Po dhe është heshtja. Dhe Rama është ndërtuar përsi tyre. Ti mendon që mund të ri në një vend unë. E qartë. Edhe të durojmë, po nëntor janë talli. Të pushkatonej, të peqinos nëntor atje, çfarë ke thënë? Thuaj për 9 minuta, ja i the për 90, për nëntor. Dhe të bindur, kokullur. Po si ka mundësi gjithë ta që rinë kokullur ka i, janë arrogant me varësit të tyre poshtë. Pra shi që kam bjerë. Transmetohet dhe gjitha, çfarë i bëjnë, do t'ja bëjnë edhe tjerë. Ata ja bëjnë në rang hierarkik edhe shqiptarë. Po pse se bëjnë dhe? Ku ka ndodhur ndonjëherë që kemi njëri në vete edhe unë ta poshtroj tjetër? Të më thot një rast, një person që ka punuar me mua, ose ka qenë në urët e mia dhe unë ta ke poshtruar. Të më thot një rast, që ka qenë një person si për me dhe ka guxuar të poshtroj. E ka mbrojt krenari pa që kam lartë. Po si ka mundësi që edhe Rama vete ta tjerë, kur dali me tjerë jashtë, nga absolut në sjelljen e tyre, despot në sjelljen e tyre, kur dalin jashtë, i lëpijen edhe tjetërsoren në takimet me Erdogani, me këtë dhe me atë. Si ka mundësi? Jo, nuk e bëjmë atë. Prandaj si besimtarë, kur ulim kokën sejdë, ja ulim kokën vetëm atij dhe askujt tjetër. Se këta nuk e din, nuk kanë orientim. Nuk kanë, e vërtetë. Mua gjithë jeta me të gjithë sprovat që kanë filluar punë që 15 vjeç, me lopat, 7 vjet kanë punuar punët më të rënda. Po bëja edhe sport, po shkoj edhe në shkollë.
shkoj edhe në punë. Pastaj shkoj në lartë për ditën të parë. Edhe tjetrën. Masë tjetër jam shkput nga puna për ta bërë se nuk lejohet për ta bërë prap ditën. Edhe gjithë shkollat e tjera. Gjithë to sakrifica në jetë, gjithë reflektimi i brendshëm, gjithë atë çka kam lexuar, s'kam lexuar, më vështirë është qëndrueshmëria. Më kanë çuar drejt asaj që ka vetëm i Zot. Edhe aty ku më kalon, ku ke zgjedhur ku më kalon vetja ime, dikur e kam menduar veten të pathyeshëm, pastaj hallet duke rënë duke ashtu, aty vetëm kur e kam kuptuar që ka i Zot, vetëm kur argumentet i kam lexuar siç duhet. Mo por në çdo lloj forme, edhe shkencëtar më mëdhenj e kanë kuptuar. Po të marrim Mendelejevi. U lodh për tabelën e Mendelejevit, pastaj ju faneps në gjumë. Po besimtari e di që ëndër është 1/20 pjesë e profecisë. Ka ndodhur me tjerë. Kështu ka thonë dhe Newtoni. Kështu ka thonë dhe Einsteini. Po çfarë janë këta që më të zotë se këta shkencëtar të mëdhenj që hiqen si zotër? I rremenja. Ë? I rremenja. I rremenja, mu nuk më rremenja. Atëherë Zoti na provon me pushtetar të qi. Po provë më e madhe, se këtë edhe durojmë. Se nuk abonone e them me bindje këtë, që të më kthej nga kjo rrugë. Dhe rruga ime është e qartë për ballje me të keqen. Kjo tregon që është e pastër. Derisa tani u bashkuan dhe po na sjellin Servila, Fundorina, Hajdut të deklaruar, të dy palët, në listat sigurta për zgjedhje, se kam informacion edhe më shumë se ai që është krye qeverisë. Mos ta bëjnë veten sikur ora ata nuk e kuptojnë, mendojnë se mund të fshihen pas gishtit. Informacioni është i plot. Që do të thotë? Që do të thotë që ka marrë me vetdije një staf hajdutësh për ta futur në listë sigurt, për deputet, për t'i mbrojtur këta dhe për t'i pas garanci për të bërë çfarë do lloj ligji nesër bashkë me Berishën, që ka të njëjtin lloj stafi, si ky, zëri se ka ndarë në dysh. Dhe turpi më i madh është që merr njerëz nga Berisha, deputet Berishës, i bën deputet tuaj, deputet të shkojë Berisha, dhe një muaj para militon tjetri në Partinë Socialiste, kalon ai, se nuk e shef dot jetën Brahim Llari pa politik, një muaj para braktis partinë e tij, apo e shqelmojnë, vjen nga Partia Socialiste, çfarë lloj pazari ke bërë me Ramën, ky e fut në listë për deputet. Po ku e ka ky meritokracinë? Pra, njerëzit ri më mendin si është çuar nga gjumi ky tani. Po kështu me pikpyetje çdo ditë. Po kjo partia ti pranon të tallet ky me të. Po pse në tjerë do pranojnë? Po çfarë arsye? Qa kusuri kemi këtina? Sa na u rrit jeta ne që kur e mori kë pushtetin? Qa kusuri kemi ne që ky e mban Saliun gjallë, se e di fare mirë që ne do votojmë për kundër Saliut. Po si ku mos votojmë fare ne? Çfarë s'ndodh asgjë, ç'do ndodhi? Jo, ne nuk votojmë më fare tani, dhe diferenca e votave do shkojë për Saliut. Do thuar si Saliu do e bëj gjallë këtë. Unë nuk e di. Se këta mendojnë që me Saliun ju ecën loja. Po me Saliun si për kokës nuk e di. Vetëm di këtë. Nuk më intereson fati Ramës. Mo më intereson fati vendit. Me Saliun vendi do zhbohet përfundimisht. Riciklimi të keqes është tamam, prandaj e quaj herë Nasradin dhe herë Voldemort. Po të lexosh Harry Potterin, na ka bërë një antireklam të tmerrshme. Autore Rowling se librit Harry Potterit, kur thoshte sa herë keqja e simbolizuar me personazhin e Voldemortit, ishte në momente të vështira mbijetese, futin skutat e pyjeve të Shqipërisë për të rimarrë veten. E pasaj rikthej. Se lufta e të mirës me të keqen në këtë jetë është thelbi i historisë njerëzimit. Asgjë më tepër nuk ka qenë historisë njerëzimit. Po, se lufta e të mirës me të keqen. Jo çdo njeri, çdo shoqëri apo të mos i shoqërisë tërësi. Nuk ka, kjo është lufta e të mirës me të keqen, thel.
edhe Berisha u fut në ato skutat e PD-s, ja krijoi edhe zotëria mundësin, me ligjin që u bën 2008, ja ka krijuar dhe me tjera benefite ekonomike, edhe po na ringjallet Saliu. Po çfarë do bëj Saliu? Saliu ja ku tregoi që premtoi që do bëj primare edhe nuk i bën. Saliu nuk është ai që thotë se Pati shumë ndërheqje dhe shumë pak kënaqësi. Saliu nuk është ai që thotë se është edhe se do jetë. Saliu është ai që ajo që bën Saliu, ai është. Edhe unë dhe ti jemi ajo që bëjmë. Nuk jemi ajo që dërdollisim si burrat mirë që themi që do bëjmë. Ajo që bëjmë, çfarë bëjmë? Ajo që bëjmë në thelb është ajo që ne jemi. Edhe punë kësaj. Saliu ka treguar që shqipon të shush. Është gjakatar. Është një njeri, ka pas një plan të qartë, ka qenë ministri i mbrojtjes e kanë gjetë, pavarësisht Shaqir Vuka i ka gjetë pa emër, ish ministri. Një plan të qartë dhe njerëzit këto vrisën jug. Nuk i falin armiqta, këta që i kanë kundër personale. Ka qenë kundër pushtetit personalit Saliut. Pra, angazhoi dhe ushtrin, edhe shikun, dhe policinë. Dhe ka qenë plani deri në ministrinë e mbrojtjes. Thot në intervistën e tij Shaqir Vukaj, për të vrarë njerëz. Të sulmosh dhe me aviacion popullsinë tënde me plan. Ky edhe ai tregoi që nuk i falet ata kundërshtar dhe bën partisë tij, si rastin e Dashsulës. Edhe ky tjetër. Nuk janë të afta të sfidojnë veten. Të kemë përballë njerëz që kanë potencial të mirës, që janë sfidues, sfido veten. Hape partinë, sfido veten, se base ta marrim dhe partinë aty ku je. Hape partinë. Hape partinë. Ja. Hyri në parti me një antar një vot, duke fërku kurizin Metës edhe fillimisht edhe Nanos, pastaj sa muaj partinë u zhduk antari dhe vota. S'ka më votime parti. Hape partinë. Lëri mundësi njerëzit të tregojnë si mund të qeverisit një gjë e caktuar. Që marrin për sfidë. Jo vinë njerëzit të trashën. I ka të gjithë njerëzit poshtë vetes si Alda Klosi. Të gjithë hajdut. Le dalin nesër tona ka ofenduar. Hajdut nga i pari ke fundit. Se rrinë atje dhe nuk flasin dhe kur vjedhet rreth tyre. Po, dhe dalin flasin pastaj kur prishin interesa, siç është rasti. Po, le të flasin. Del një shushameno që se njeh kush, Alda Klosin, ky hajdute. Dhe e kanë dënuar, e kanë përkëdhelur atë. Vetëm për të vjedhur 100.000 euro. Po sa prona kishte? Ku jemi më? Kam punu që të thënjishin. Nuk kam shtëpi. Edhe më dërdollit politikat ky të Shqipërisë të madhe, se na kanë ardhur huajt. Me kullat, pastrim parash, tëra. Pastrim parash. Kam lexuar mirë raportet që vinë dhe nga aeroporti dhe nga tjerë. Dyndje madhe e parave të drogës që pastrohen kullat Shqipëri. Ka folur për njerëz që ka çuar delegat. Në 4 nëntor 2022 kush i ka dalë non grata? Pse ikën vetë si persona pa dëshirueshëm nga State Department dhe nga Treasury Department, ka bërë një updatim Departamenti Thesarit në Amerikë, kanë nxjerrë non grata. I tha boll me ata që ikën vetë edhe son familjarët. Pra familjarët e tyre i çon atje. Pra, nuk ka rëndësi, domethënë, bëjnë sikur ne jemi pranueshëm nga amerikanët ne. Po çfarë din këta Amerikën? Dhe kanë sjell majtunës dhe Amerikës. Non grata, po merr dhe doshin ti non grata, merr dhe këtë non grata, non grata. Ky është non grata i parë, Berisha, ky ka 20 tjerë kështu, ose 5 tjerë atje. E çfarë do më thotë kjo? Po një njëjtë me Berisha. Jo ky pse si bi Ramës ky. Po jo më. Ramës i dhem sa herë unë i bie dhe Berishës. Kjo është e vërteta. Sa herë unë i bie dhe Berishës. Se ju e thatë bukur që Rama është ku është intereson Berisha, lufta Berisha, po t'ishte Berisha që e zëmë se unë i kam rënë. Berishës, kot, i pas kam rënë qafë, po zgudzon me folë për akuzat që i kam bërë. Do me luftu korupcionin ti? Po.
ai është i sigurt vetë, se më njeh mirë Berisha, siç mbase më njeh dhe ky. Po Berisha më njeh më mirë. Është i sigurt që unë po hyra i punët të shkoj deri në fund. Edhe këta që theti me qëndru, me qenë konsistent, ky është sekreti i çdo fitore. Të qëndrojmë përballë këtyre maskareve të politikës deri në fund, me çdo kusht. Edhe nëse nuk jemi në ditën dhe momentin të gatshëm të japim dhe jetën për të drejtat tona, kur do të fitojmë ata? Edhe unë nuk mendoj që ky vend bëhet pa revolucion. Total në të gjitha fushat e jetës. Këta duhen fshirë. Ky vend, ky sistem nuk rënohet duke u bërë pjesë e sistemit. Ajo është për të justifikuar karrierën që do bëj dikush e për të justifikuar vjedhjen që do bëj dikush. Se unë hyra për qëllime të mira, erdha të kontribuoju nga IÇI, 20 ca vjeç në PS apo në PD, se unë do ta bëj Shqipërinë, po ku t'ja shesin të porcianet? Po si e merr ti, siç mori Berisha dikur një violiniste 18 vjeçare, që ka qenë Gozemira e përqen, po më mbrapa tregoi vetëm Gozemir, e bën deputet. E do ta bësh deputet. Tregon ti që ja çfarë bëj unë. Me petalet e me... Me sfar petalet, edhe me kërcellat, me që ka ngel atje. E me kërpullat. Ja çfarë bëj unë. Si e merr ti? Ku ti bën këshillik? Dhe mirë t'ja u bësh. Këto kanë shkatruar dhe shoqërinë. Pra, meritokracia. Korrupsioni i parë që fillon në shoqëri është shkatrimi i meritokracisë. Aty do të orientohet njeriu, ta adhuroj mundësisht kur të pjerë kryetari, mos të hapësh as penxherën, që ta ajrosësh. Ka ndodhur kjo? Nuk e di. Edhe as penxherën mos të hapësh, edhe pastaj të japësh prova që je tillë, edhe të bësh dikushi, dhe pastaj bëj çfarë duhesh me ata izmeqarë që do kesh poshtë. Se kështu është kjo. Po i erdhi dita izmeqari të typin kokë, s'kemi çfarë të bëjmë, kështu janë rregullat e lojës, nuk i vjen keq tyne. Digniteti njerëzor në fund këmbë, që kur vete meritokracinë. Dhe për këtë arsye kam qenë i qartë që duke njohur mirë historinë e vendit tim, duke njohur mirë se strumbullai gjithë qiave dhe garanti kryesor gjithë qiave është Berisha. Rama është i përkohshëm për bëri fuqishëm një moment caktuar. Rama është aty ku është sot se ka lejuar Berisha për të qenë i përkohshëm dhe ai ndryshuan komisionin atë kodin zgjedhor se rimiratuan tani me 105-107 vota bashkë. Po amnistia penale, po garanci nesër për të qenë spakut, kush e ka? Se mua kjo më sjell. Kohezioni që kanë dy palët, po në biznes pse janë bashkë. Dhe më thonë jo vetëm politik. Po shif, kush i ka dhënë kullat? E do flasje ai, që është në burg. Do flasje se këta e kanë futur brenda, të dy palët bashkë. Do flasje, do flasje, po dhe ai kusursi kanë shqiptarëve. Po do flasje. Do e nxjerrë thua? Po do flasje se s'është nga ta burra që ma burgun ai. Do flasje, kujto ti se i krijon dhe ati një kult, po e çfryn, do flasi, se nuk u çfry sot ai. E hoqën nga punët e partisë, ka mujt të tërë. Kur ti nuk e prisje, u preke kaq shumë, që deri dje nuk komentonte. Ç'është ky? Jovan Bregu, Nesti Angoni. Mund të jetë grup bashk. Do flasi ai. Ato kullat që ka bërë me këta si i ka bërë, do flasi. Jo se nuk ja din, edhe nuk ja dim, edhe unë nga ta që ja di. Po do flasi. Do t'i hapet incineratori këtu. Këtë do marri me vete këtu. Kur të hapet dhe problemi incineratori dhe ai do të ndruar ai prokurori incineratorëve. Shpresoj të shkojnë në veshin e tyre. Ai të ndrohet. Nuk është vërtet punë. Por Olzdatën thua? Jo, Olzdatën, ti marrin të keqin Olzdatës. Po pse ka kthyer si personale tani? Nuk ka, ti marrin të keqin, mos e devijo bisedën se ndjes. Kur bësh gallat, merrni çerin, hype këtë tavolina. Jeni sherin, po tani jo Olzdatë, se nuk i njihni prokuror. Nuk i njeh ato çështje mbase prokurori duhet të jetë tjetër. Kur të hyn ke procesi dherave, këtu, që amenduan kontratën
e bën nga 1 në 8 euro metër kub, dhe ku vajtën parat, dhe kush janë, atë do të marrë pak frymë Shqipëria. Dim akoma ne. Kështu është kjo punë. Edhe t'ja dim ne se kush janë zullumet, edhe do të na vesh si për kokës këtë do ti, edhe si do ti. Ashtu s'kash. Ashtu s'ka. Dhëm për dhëm me të keqen, ku do qoftë ajo, sa do e fort qoftë ajo, dhe dhëm për dhëm deri në dhënien e jetës. Ky është qëndrimi im personal. Nuk ka shpëtim për Erion Velia në thonë? Erion Velia duhet vetëm të thotë vërtetat për zullumet që ka bërë. Që janë pjesë edhe të tjere. Ashtu. Pa më pasë zëdhanë si tyre është. Erion Velia këtë të thotë. Dhe i bëjë thirrje, si lidhi misin me çim fushën. Çfarë i fali Petrit Fusha ati në 2015. Kaq thirrja ime. Do të japë letra prapë. Kështu është puna. Këta mendojnë se ne, duke ditur këto të vërteta, do vazhdojmë të mbajmë mbi kokë këta pa ndryshim, pa shpresë për ndryshim. Ky lloj kodi, këto lloj listash janë garanci që ne do bëhemi më zi sa jemi. Ashtu jo. Unë i garantoj njerëzit. Më zi se sa jeni do ju bëhet. Do filloni si Laraska gjithë si Dash Sula. Se këta i thonë Gjeldeti, si Larask u bëhet je. Po pse e the sot more ti zotit Dash? E nuk e the kur kemi thënë të tjerët. Dhe e kam thënë edhe tavolina politike. Kuptimin që jemi mbledhur për televizione, ka qenë politik objekti, kanë qenë dhe deputet dhe gazetar, e kam thënë. Jo atëre nuk e kuptonte. Pse? Se nuk i leverdiste. Po e mira nuk është ajo që të leverdis ty më. E mira është që e sankcionuar. Dhe do ta paranosh do apo s'do ti. Dhe ky është integriteti. Çfarë qëndrimin ban ti ke e mira dhe kur atë të dëmton ty. E mira është tjetër gjë. Koordinon ti të mirën tënde me të mirën e baraktarit partisë, edhe kur baraktarit i del tepër ti ose të hallafin, po këta e mashtrusë. Çfarë kanë bajta me i popull, edhe s'po du ta mbajnë me Dashin apo me Romer. Këta e mashtrusë. Si u lidh ka marrëdhënie personale? Kur si kam kërkuar dikujt të lidh marrëdhënie personale? E ti thuash në mënyrë të shpifur, jam i yti. Po ç'a jeti? Dylberi aty jeti? Ç'a është? Jam i yti unë, o shefo dhe më lë mua. Çfarë je ti? Je më keq se sa shërbëtor, domethënë. Kështu që mendoj që atë që e kanë lënë me vetdije mangut në këtë popull, edukimin me format më të mira të krijimit të integritetit njerëzor, si përballohet jeta, solidarizimit, të mësojnë njerëzit të solidarizohen rreth të mirës përkundër të keqes, se këtu është kthyer në një art perfekt solidarizimit të qive rreth njëri tjetrit. Zien, asgjë nuk e marrin personale, thjesht biznes, po, edhe din që funksionon kështu. Dy të mirë nuk bëhen bashkë Shqipëri, dhe kur mos u bëfshin se kështu ka nisë. Por është mirë që brezi i ri t'i ketë këto. Prandaj sistemi arsimor është çaf në pikën më të topit, domethënë. Thot ai kam inauguruar kopshte shkolla, këto janë, o zot nuk di ç'a them. Ne do të ishim sot me këtë Shqipëri, me kaq banor sa kemi ngel, me një mësues për 10 nxënës. Ritmi i rritjes qytetit nuk i përshtatet të edukimit dhe të shkollave. Ne s'kemi makinë më. Ato dyja që kanë ngel atje nuk i përkasin më. Ne prishim çdo pjesë pronës publike. Po të isha diku, do riktheja një ekonomi publike të fuqishme prapë. Ta do thonë do rikthej socializmin. Jo. Ju pisa që hëngrët dhe morët kanë bler prona këtu, si thuash 100 metra katror ndërtime për 1 milion lekë vjetra. Po të hysh çfarë ka bërë Saliu me pronat e ushtrisë. Me ministër Imamin.
tjerë, do vesh duar në kokë. Dhe ja kur u rikthyem, mund të jemi në luftë nesër. Çfarë kanë bërë të dy palët me shitjen e armëve që i çonin për skrap? Në fakt, tanket tona dilnin dhe luftonin në Çad, në Afrikë Qendrore. Përzier gazetar edhe politikan bashk. Unë për krijimin e tregut, për garancinë e tregut, për garancinë e pensioneve të punojësve, që dalin, për garancinë e atyre që janë pa punë, për garancinë e atyre që duan të ndjekin studime e tjerë. Ne du të krijojmë edhe disa monopole, kot karburantin, mos trashet më kastrati, që ka marrë gjithë Shqipërinë në xhep. Po të marrë për shembull edhe pjesën e bigjozëve që janë. Ka vende që kanë eksperimentuar me sukses, e kanë bërë monopol, dhe këto që them unë, mund t'i bëjnë disa miliard për të garantuar shtresat nevojë, po për garantuar arsimin, po për garantuar dhe mbrojtjen. Pa diti që me ato pak 100 milion që ne kemi një buxhet mbrojtje, sot e ka 10 emra të fuqishme në vit një organizatë kriminale. E ka më i katëndis kokoshin thellë. Pra, kemi 30 sa vite që marrim pasurinë e këtij vendi, e privatizojmë, edhe nuk vetëm kemi mbjell zi, kemi mbjell fukarallik, kemi mbjell shpërfytyrim njerëzor, kemi mbjell anti-shqiptarizëm, anti-humanizëm. Pra, nëse në këtë fokus që e nisa në fillim të paragrafit fundit, po e quajmë, sikur kemi shkruar, edhe ju, si media re, dhe unë kam besim tek ty në mënyrë veçantë për tjetër arsye, se mbi gjitha je besimtar, je i mirë edukuar, je i thjesht, më mirë me këto hapat e vogla që bën ti, e drejtoni me mesazh edukimi, do të jetë domethënë një kontribut jo i vogël. Unë kam folur gjithmonë nga ato dritare ku më çdo mundësia. Po jo të gjithë moderatorët, se këta mendojnë që besimi është edhe me përbuzje, për budallëjt dhe për katurnarët. Mirë. Dakor, nëse besimi është për ta, unë i përkas kësaj shtrese. Me kënaqësi. Po. Por nëse ka Zot, se këta mendojnë, por nëse ka Zot, kush deli humbur? Ne apo këta? Po megjithatë, këta nuk mundin të jenë më fuqishëm se unë, të ndalojnë të jetojnë në rrugën e Zotit. Dhe për këtë unë nuk i fal. Këta nuk mundem me rënu jetën time, familjes time, edhe popullit tim, pse unë nuk dua të vjedh. Se unë nuk dua të jem si ata. Po. Se kështu, jam Se bërë dhe unë shumë. s'dua t'i lepi për panicë njërit apo tjetër. Se unë nuk rritu të kongresi nëntor të t'i gjoj dërdërmërët e tua, domethënë. Këta nuk mund të menojnë te. Se unë së lejohet të ofendoj njerëzit tim, atë më ofendoj mua. Ofendimin e pagu me kokë. Këta e di të punë. Kështu që kjo punë është që mendja është ndarë me kohë. Dhe kupa është prej kohësh e mbushur. Tani, mbasi Romeo vajti 58, duke pritur me durim, unë e shoh jetën si provë, dhe do ta them edhe si. Po me durim kam pritur. Mbasi menduan se me fuqinë e pushtetit tyre këto qëndrime denigruese do na lodhin, do na bënin. Tani ta kenë sigurt, dhe i siguroj. Më lejo t'jap një mesazh
Ja raste të rralla që jep mesazhe personale. Nuk do lodhem duke u kocafit me ju. Ta di se gjëja e fundit që do bëj do jetë, unë jetoj vetëm për dignitetin tim. Dhe kusur nuk do të le. Do më kem përballë në çdo moment. Të mos mendojnë se unë do lodhem, të mos mendojnë se unë i mbiversoj, dhe të mos mendojnë se unë nuk besoj tek ajo që bëj. Unë besoj tek ajo që bëj. Dhe jam i sigurt që do ndryshojnë situatat dhe do ta kujtojnë dhe kuptojnë që nuk do t'jenë më në atë pozicionin e atij që bën se hir me protestën time. Nuk do t'jenë më. Pse pikërisht në këtë moment ky mesazh? Ka qenë, jo, se s'është vetëm, është mesazh që ka ardhur pjesë, nuk është vetëm këtë moment. Po kur unë jo se kjo thjerë le të themi, mos ka lidhje me këtë situatë siç e thamë edhe në gjithë retorikën. Unë po e bëj gjithë retorikën është kjo. Ti mendon që ky popull që pa denj dhe me të popull mund të fshish me nderë. Po ky popull e ndaj unë. Dhe për të popull e ngre shumë zërin, sidomos kur jam jashtë. Kur një huaj mund duhet më ofendoj popullin tim. Patriotizmi tregohet jashtë. Nëse kuptojmë se patriot jemi, se me njëri tjetrin, por jashtë atje i tregojmë dhëmbët. Dhe nuk është populli pronë e këtij dhe Shqipëria pronë e këtij, po flas për Ramën, që vetëm ky ka drejta, domethënë, edhe e di unë se ku e çojun Shqipërinë etj dhe mund të gënjej të popull, mbasi foli për drejtësi, i ra oratoria e drejtësisë, tani thot do t'ju çoj ju me pasaportë në Europë. Me këtë tallet. E do na çoj me atë me Endrit Brajmllaj. Po se duam hiç Europën. Këtu pajtohem. Nëse Europa kthen, nesër del një lloj Trumpi dhe nesër në Europë, nuk e duam hiç. Dhe unë besoj se kam punë më mirë se ky, se i mendon atje. Edhe në Amerikë edhe në Europë, se ta mendojnë se ne më shumë na do Europa se sa na duan këta curufjasurit e vendit tonë. Se për këta jemi sfidë ne, jemi shembull i keq që mos ndiqemi ne. Kush janë këta që tallen këta me këtë mënyrë? Edhe kërcasin dhëmbët drejtësisë. Dhe prandaj kam qenë i fortë, nuk e di sa më ke ndjekur. Po, vërtet. Për Spakun, qëndroj fort. Dhe ti qëroj nga Spaku ata që bëjnë dille me qeverinë. Mi zhdukin nga Spaku gjeti. Në momentin që do bindem, do t'i bie dhe personalisht atyre. Të zhduken mos rinë atje. Ata që nuk punojnë. I bien këta Olsi Dados. Po pse ka kapur Olsi Dado? Engjëllin Gabriel ka kapur. Se ka bërë detyrën. Që e ka qelbur Tiranën jo me trafik, po është i pajetueshëm si qytet për cilësinë e jetës. Prokurori që merret me brekte grave. Si brekte grave? Në 6 vjet 800.000 euro? Në anë juridike thot fakti i flet vet. Ku i gjetet 800.000 euro? Po kujt e tregon? Ti s'ma thon mua këtë. E kam bërë mësimun pasimin e parave me fondacione dhe offshore. E mori që të gjithë vjedhin. Nuk ka fondacion Shqipëri që nuk vjedh. Kontrollojeni që nga i hoxha që i përket komunitetit tuaj dhe timit mase, Naçit e gjithë tjerëve. Po nuk doli kështu siç them unë, është atëherë më diskreditoni publik sa argjitoni, bëni meme nga mjesin dark. Fondacion që drejtohet që kontrollohet si familje, po s'ja para të tua më, nuk je filantrop. Kur ti mbledh para dhe shpërndan, mbledh nga këtu dhe shpërndan, ti nuk mund ta kontrollosh me familjen tënde, është ndaluar me ligj. Të gjithë vjedhin. Forma në Europë për të vjedhur për fondacione OIQ, forma në Amerikë dhe në botën anglosaksone është me offshore. Monika me offshore, Lali Eri me fondacion.
me NGO-ra, jo fitim prurse. E çka ka për prokurori? Ka hetime në Parlament Evropian. Janë arrestuar një dje dhe një pardje. Momentin e hetimit bile sa fillon arrestohesh atje, që mos prishësh prova, i ka arrestuar me vonesë. Se krijum kult e individin. E quajtëm që po arrestua këty, tani na bëjt institucioni i drejtësisë. Dhe kur arrestu, bëjmë presion. Ku ti bëjmë presion? Unë dhe i thua të popullit, këta që keni tani, i kej pjesë në hetime dhe po i qojnë për t'i bërë deputet. Zyrtarisht në hetim, e po i qojnë për t'i bërë deputet. I kam fut Kastile e lisë sigurt, për t'i siguru. Nuk ka ministër që nuk vjedh. Si ka mundësi? Ore, nuk ka ministër që nuk vjedh, po ta them me zot lartë. Janë hetime dhe janë Ore, po shof si punojnë njerëzit poshtë tyre. Edhe trashën e bëjnë, domethënë. Prokuroria duhet të ketë duar të lira. Por të qa jemi në që jetojmë me rrogne? Qa jemi në? Ne vujmë, ne vetëm bëjmë frymën gjallë. Jetojmë me rrogne, bëjmë frymën gjallë, se dun këta. Edhe këta kërkojnë të mos ndihemi ne. Do na kthejnë zombi si partinë e tyne. Po jo me kë e kanë matur këtë lloj dimensioni njerëzor, që ka i njëjtë për gjithë. Duan t'i rafshojnë njerëzit, t'i bëjnë një sharr, njëshu. Të gjithë sklever, të gjithë të dejnë për të marrë frymë dhe për të ngjuar e për të manitur nga çuditë mëdha që po na bëhen ne. Udhëheqësa shteti që nuk rinë dot me akademikun 5 minuta të ligjojnë dhe durojnë porrët e gangsterit pa shkollë fare, kur i tallë 5 orë në sy të tjerëve atje lokal. Te 50 kaçi për shembull, ka 2. Këto janë. Këta duhet të kenë imunitet. Asnjëri nga presidenti i Republikës për këtë gjë nga Shqipëria. Jo po fliste Dërdolisi Saliu për ta heqim imunitetin kur ishte në parlament, po flas 2015-16. I pari ta imunitetin. Kur që puna për të arrestu, se pranoj, tha se nuk është zbatur ligji, se mua më bje kushtetuta. Me gjithë avokatën e vetë. Po, je burr shteti çaj. Po edhe ne dimë si e burr shteti. Po lozëm më rolin si kur je burr shteti. Po lozëm më rolin si kur je burr i grus paktën. Se mirë nuk e meriton, po s'meriton me qenë as burr i grus. Edhe shko si burr atje. Po më qifësh atje mbaj balkonit dhe mbledh 300 maskareja atje poshtë, që po thonë ti burr shteti. Hikër atje, paraqitu vetë. E shkoni sfidon ta gjithë një shqiptaqi. Pa. Ma të thjeshtësinë vetë. Prej vitesh. Dakor, por mua ka gjunarë në qeverisje. Jo, okay. Atje është për gjëra që s'duhet shkonte. Për këtë që thatë ju e kanë intrigantët edhe në Shqipëri dhe Kosovë ja kanë bërë, dhe në Serbi. Është. Po ma thjeshtësinë vetë. Ai djalë fshati ishte, luftoi, u bë, dhe ai duhet bëj. Kjo po lufton ky fshatari, edhe qytetari që rindi ke shtëpia kur ndodhi ai eksod real. Edhe e Fortunë Serbe do të ta merrte pushtetin me votë, domethënë. Po kjo është e turpshme. Votat tradhtarit barabartë me votën e patriotit. Edhe kjo është e turpshme. Unë kam kuptuar lojët politike që janë atje. Po djali qetë, nuk mori lukuni. Ka dhe lukuni më besniki se këtaj. Qohet Berisha për të arrestu, besnik të ti. Qohet Eron Velia, po me i shkuke Rama, sa që do bëjnë? Po, kur e ka rrallë Rama? Po, zotë e lartë, kalëm nga një datë për gjithë. Në këtë botë dhe në atë botë. Kalëm. Po, si e gjikon këtë pjesën që deri para arrestimit e Eron Veliajt, Rama thoshte që nuk i gjykoi, thoshte vendimet e gjykatave e tjerë. Ka një lloj përçarje. Kur thash janë të njëjtë, po tani çfarë them unë. Berisha thoshte, ta thashte përpara. Duhet kemi imunitet. S'duhet parashkruhet korrupsioni.
Unë jam shumë përpara Berishës, në të thënë, edhe të shkruajt me. Shqyqyr që kemi tani të Facebookun. Po, që në e sjellë ato, në kohë. Po. Dhe vje puna, kur që momenti për të paraqitur se pranonte të thyja atoja. Se studimtari është ai që ka imunitet mbi ligjin. Edhe nuk merret dot ligji me të, është pa ndëshkueshëm. Pa mbi ligj. Ligji nuk vepron dot tek ai. Edhe Berisha ishte imponuar deri tani, po kështu dhe Rama, që s'mehemi dot ne. Edhe momenti që nuk se prek gjë, thot, jam dakord, kemi gjithë barabartë para ligjit, po vetë e ka kriju atë imunitetin, pa prekshmërinë, pa ndëshkueshmërinë, e ka siguruar. Momenti që i shkon ligji, atje, edhe problemi është precedenti. Si ka pëlqyer Ramës, ai që punon me Berishë. Edhe me Erionin. Ai po qenë Erioni. Në mendjen time nuk besoj se këta janë persona që marrin njerëz që ju duhen, jo që i pëlqejnë. Këta kanë kohë që kanë thashë shpirtin për të pëlqyer gëtë. Dhe gjithë pëlqimin që mund të kenë ndaj botës jashtë kanë këtu brenda dhe kanë krijuar ato që ju duket vetja Zota. Ku ta di unë, se si e mendoj veten, po sjellja e tyre është e tillë që lë vend që ka një diletantizëm përtej imagjinatës, përtej të pranueshmes. Nuk i pëlqen njëri këtyre. Këtyre i duhen njerëz. Pa i tregon kjo që i vjen po momentin, më le ta marrim, momenti që ka shku ke Erioni, thot merri dita. Kështu që jo nuk jemi ne me këtë punë, se ky spaku duhet kontrollu. Këta të ke mundësi i vede Zotit i kontrollues, si për kokës. Po se kanë atë mundësi. Edhe sa do mirë ta kenë dhe me Babamondin. Po Berisha i ka lartë duar me këtë pjesën, e hodhi vetëm me një vit arrest shtëpie. Ato Ilir Meta është futur edhe në listë. Unë nuk mendoj që këto punë do zgjidhen me këto institucione që ne kemi. Edhe me Spakun që është? Pasi gjasë Spaku. Është gjë e vogël. Spaku thjesht gërvishi diçka dhe tregoi thelbin e këtyre. Ky popull, ne problemi është që s'kemi popull. Dhe të vetëdijshëm kemi komentatorë si ata që the ti, që nuk shohin çfarë bëjnë, çfarë po bëjnë vetë, s'po bëjnë vetë, por shohin çfarë s'bëj unë, sipas tyre. Që unë nuk komentet kërkoj që si lexoj. Se aty ka dhe, mund të ketë dhe lavdërime, po ka dhe ofendime. Dhe kur i kam hyrë kësaj pune, kam menuar që dhe gjithë botën mund ta kem kundër, po isha i bindur që e drejtë, e thash do ndjek drejtën. Dikush duhet më dalë përballë tyre, thash se ballma. Se flasin këto agallarët, çfarë po bëni ju? Flet nga Amerika ai. Kur do bëhet ajo vend të kthehemi ne? Po kur mos u bëfte? Të bëj vendin unë që kthehesh ti? Kur mos u bëfte? Unë kam qenë i pari luftoj për votën e tyre, edhe votën mos sa kenë më. Kush je ti mëre? Që na urdhëron ti dhe na ngel i paknaq dikush tjetër. Vetëm llafe po nigjojmë. Po hajde re trim. Hajde. Se je trim, më bëj dhe mua pak më trim. Hajde. Çfarë do t'i bëjmë ne? Gjithaj bëjmë, pa jeti trim. Hajde. Ku që ke kaq trim ti? Pse s'vjen ti këtu? Ose pse merr ti këtë punë? Kështu që të paktën këto që themi nuk i themi për karrierë për pushtet, po i themi të bindur që pas vërtetës e vërteta vepron. Ajo kur hyn në vesh të dikujt, ajo gjithmonë ka atë. Ne është gjë e madhe ta themi të vërtetën siç është. Edhe ajo bëhet vetë busull për çdo njeri lidhur me të ardhmen, si do veprojë një person. Është një faktor reflektues pësej. Por është gjë e madhe me vrap frikën. Dhe
edhe njerëz që nuk duan të Po ndryshojnë. kërkon shumë kohë dhe në tunë tek ne me shqiptarë në Shqipëri. Kemi Vrasje çfarë? frikës. Kjo është sfida. Për Ka ta dhe një popull që nuk do gjësohet, nuk është më. Ky popull që pa do gjësohet. Ata se kuptojnë që du ndryshojnë vetë. Nuk ndryshon asgjë Shqipëria nëse njerëzit nuk fillojnë ndryshojnë veten e tyre. Ne kur shohemi themi, po mirë, Rama po Berisha. Jashtë tyre nuk ka zgjedhje. Nuk kemi një zot, po kemi dy zotër. Domethënë këta nuk e kuptojnë që zgjidhja nuk është ky që u plak duke na vrarë, duke na vjedh, edhe ky tjetri që u plak e u zbardh duke na thonë tërë jetën fjalë bukura dhe asgjë dhe qeverisë me një grup tjetër, me tjetër e merr pushtetin me tjerë qeverisë. Zgjidhja janë ato që nuk ndryshojnë. Janë parimet. Ku ky popull t'i bim në gjuhë popullore, ty në rrugë Zotit, do e kuptoj. Po kur ty në rrugë Zotit, do e kuptoj që ka ca detyrime. Po deri tani për ta mbyllur tani. Dhe ka ca detyrime shumë radikale që ka detyrim dhe obligim të çohet të mbroj vendin e vet dhe dhe të luftoj për drejtën kudo ku ka padrejtësi. Dhe ky solidarizim ka mbajtë shoqërinë njerëzore. Nuk ka qenë popullt me këtë moralin për tokë që kemi ne këto momente. Se ne jemi shbërë nga moralit, pastaj jemi shbërë nga tjerët. Është i fjalë, Zoti jep merr menta, pastaj ti merr gjithë tjerët. Po kur të merr moralin, ka marrë fund pastaj. Si ishte pyetja afër fundit? Pyetja, deri tani tham që në të gjithët se çka thatë ju, themi se ku është situata aktuale dhe gjendja mjerueshme e Shqipërisë për faktin e këtyre njerëzve që kemi në krye. Dhatë edhe disa nga idetë tuaja se si do të ishte një shtet, le themi, që të japi qytetarëve të tij. Por çfarë duhet bëjnë shqiptarët sot përveç pjesës së ndërgjegjësimit dhe të rikthehen? Ku kemi të dy zgjedhje, siç e thatë ju, dy zotër. Ju gjithmonë keni lakuar dhe le të themi atë revolucionin. Në këtë lloj situate ku jemi. Kjo Europë është mbi bazën e disa lëvizjeve të mëdha. Këta kanë frikë revolucionit dhe bile mundësisht ta bëjnë kushtetut që edhe termi revolucion mos thuhet. Europa është mbi 3 revolucione. Dhe kjo shoqëri, paktën edhe në Amerikë. Amerikan, francez dhe industrial angles. Dhe gjithë funksionimi ose emergjencat, thot Rousseau, bien për një popull, kanë banë emergjencës, kur klasat politike jo vetëm kthehen në sunduese, se prandaj ishte revolucioni, për të hequr favoret dhe për të dalë një barazi. Si jemi të barabartë para ligjit, unë me Ramën, unë me Berishën, si jemi. Serdhi Rama për të kur shkoi unë që çote Berisha për shpifje në gjyqje për tjera, demonstronte afër meje. Pse vlen më pak se Erion Velio? Unë mendoj që ne duhet ndjekim të paktën ato rrugë që i kanë ndjekur, se ne duam të shkojmë në Europë, të paktën të marrim nga historia e Europës. Jo vetëm i firm, shkojmë Kur ligjet e palishme, për shembull vjedhja, bëhet me ligjet, siç janë ligjet e prokurimit, që bëjnë këto etj, koncesionet etj. S'ka prokurim që nuk vjedhet në Shqipëri. S'ka koncesion që nuk vjedhet. Për investitor strategjik, s'ka poshësi që nuk bëhet. Për to detë ndërtimi, ta zgjedh jera marrin lejen aty Tiranës, jera japin, një kështu, një tjetër. Kur gjithë ato bëhen të lishme, pra palishmëria hyp në ligj. Kur gangsteri shkon në parlament, kur ajduti i pandryshueshëm, po shkon pra parlament tani, po garantohet shkojnë lista mbyllura. Atëherë populli të deklaroj hapur, thot ai, që është prish kontrata sociale. Demokracia e përfaqësuar ka rënë, dhe Shqipëri ka rënë. Ka rënë. E tha Darsula, dje, po, më thë me kohë. Do të kesh problem ku prish. Ka rënë.
Morali kuptohet që ka rënë, se i palishmi ka i kryet shtetit, pa i du të ri atje në burg. Dhe me to që kanë bërë, se pëtë mu për Berishën, që kanë bërë ta me gojën plot, ta nuk me jetojnë. Unë jam për ligjet rënda. Këta që kanë vjetë popull të mënyrë, të varën mes Tiranës. Shembull atje. Me gjithë pasus. Kush guxon, thot që po ky është i paprekshëm, me gjithë pasus, atje. Se këta janë sistem. Dhe këta mendojnë që disa dhjetra apo qindra pasus janë garancia tyre që këta nuk do të shkojnë, ne do të shkojnë me gjithë ata. Shqipëria duhet shirohet dhe është shtuar nga kesa që mba ky popull mi kokë. Janë shtu se shembulli bën që të kanë lidhë si kërpulla mas shiut, të fortët. Kape vrit, s'ka rëndësi, jem burg apo nga është burgut, se në burg ju shkojnë dashnoret, parat, me telefon biznes nga burgu, Dubai, Bolivia, Ekuadori, ka filluar me kohë dalja parave të Shqipërisë në drejtim të lindjes. Kupton? I mbushëm banka te, tani po i mbushëm e krau tjetër. Edhe që të në për botën e miliarder jemi, e kuptum që kjo botë shumë funksionon. Shteti para. Po këta mund fitojnë edhe indiferencën e Europës dhe të Amerikës. Po indiferencën të i lartë dhe fitojnë apo? Apo se kanë llogari atë, nuk e kanë llogari fare atë. Prandaj që të llogari, që ta llogari, po ne që kemi llogari, duhet që në rrugën e atij, edhe gjithë apeli im është te besimtarët, që me inaktivitetin e tyre, me lënien fushjes poshtë të këtyre shejtanëve, Shqipëria ashtu ku është. Inaktiviteti tyre, tradhtia e priftërive dhe xhallarëve ka shi rrugës Zotit, që zgërdhien kur i merr ish kryeministra apo kryeministri telefon. O xhallarët jetojnë me djesën e ballit, mos i blejmë furistradat. Kur o xhallarët mëkohen nga oligarkët rreth qeverisë edhe ish qeverisë, oligarkët i kanë bashkë, si qeverinë dhe qeverinë, atëherë unë mendoj që njerëzit mjafton. Është e shkruajtur te Zezamit Bar, pjesët kryesore të besimit janë thjeshta, kush do ndolikimi edhe është njeri mosbesues, i drejtohet pyetjeve me shumë kuptime, me ambiguitete, ato që janë dhënë thjeshta aty në besim, ato janë. Ato do qëndrojnë. Zoti Karant, falenderoj shumë. Në këtë ditë që është ditë vere, duket si fest pagane, për kjo tregon që çdo dimër ka fundin e tij të ftohtësisë, çdo natë ka fundin e saj, edhe këta që duket si të përjetshëm do kenë fundin e tyre, dhe nuk është problem se s'do kenë fund këta, problemi që më shqetëson mua është kur ne do të fillojmë si popull të kemi një ngritje. Kemi jetë më dinjitoze. Pastaj po su bë, ka thonë ai, larg popullit jo besimtarë. Nëse s'do bëhet, ne duam ta bëjmë të vend të popullit. Nëse nuk do bëhet, secili pastaj fiton betejën personale. Por njerëzit duhet të çohen edhe duhet të solidarizohen kundra rreth mirës kundra të keqes dhe kur e keqja nuk ka ark shtëpi tyne. Siç e nisëm, pra edhe në fillim të bisedës, edhe në fillim bisedës është shumë e rëndësishme kjo. Unë i qëndroj gjithmonë kësaj pjese që ne gjithmonë duhet të lidhim atë siç ka ndodhur derisa të vijë momentin. Mos themi që jo ka ndodhur në X shtet ose në X qytet derisa të vjen në shtëpinë tonë dhe siç ishte edhe rasti i shembullit Dasulës që prekon vetë interese, pastaj thotë që ja ky është problemi tani. Pse bashkohen këta ku ka precedent të këqij kundër vetes tyre. Bashkohen ta, nuk lejojnë ta. Si është ky njëti që ndriku është i spaku? Po si çfarë po çfarë spaku? Po i duhet të xhepave në autobus? Për ta apo? Pastaj si ke guxime fletat? Dalin këto miliona euro. Ku t'ja kalkulojnë ta? Ku t'ja bëjnë ta? E po s'është kështu siç duket. E ka buri gruan atje në tradhti, i thot gruaja nuk është shumë siç duket. Si është?
Si është? Po, ku kemi lënë për tënë si është? Kemi lënë ty, jo. Kemi zgjedhur atë prokurorin dhe gjykatën atje. Dhe që duhet jenë dhe më të rreptë, dhe më të egrë. Duhet jenë. Po, patjetër. Jo, por u prekëm shumë ne, se po na shkruan ai nga burgu. Ashtu shkruan dhe meta. Aty të vazhdojnë të shkruajnë. Po të shkruajnë dhe i qikë me kë i bën zullumet. Po, doli një pjesë për Jon Velien, që telefonatët ose bisedat me vllajën e vet që ishin urdhërat me mediat e. Po. Çfarë është kjo? Doli pjesë çfarë është? Ata janë atje, gjyqtarët që e vlerësojnë, duhet që ndrojnë masën. Goditeni prokurorin, goditeni Olsin. Po. Po prandaj është dhe media pjesë e lojës. Edhe shturp. Mus më ka marrë, po të shohin atë komplet me kë kanë folë, ose këtë buti zbardhë, as nga prokuroria s'më kanë marrë, se i bin telefoni që të një. Mu nuk më kanë marrë telefon për të thënë folë për Spakut. Detyrat e mia të caktoj vetes. E kam të mirë, mundohem krijoj bindje drejta dhe pastaj ushtari bindjeve të mia. Këta duan zombi, ushtar të interesave të tyre, se vjedh tani një po japi shembull. Anonimat komplet tjetri. Ka shku ka punu bashki, ka dalë nga bashkia me 4 pronat, blerë në Tiranë. Aty është për t'i bërë vetin gjithë bashkisë. Ka dalë me 4 prona. Fare Tiranës. Kështu që t'i lënë llafet, se mirë që vjedhin vetë duke qenë krye institucionit, po kanë shuar tani ushtrinë e buburrecave që nuk pushojnë, që na kanë sjellë më të hundës jetën. Këta që janë lart. Ata që bërtasin atje ke Spaku. Atë me 4 prona. Lironi Lalieri. Të rinë urt se na kanë sjellë më të hundës. Se shpirtin s'na kanë falë ta. Edhe ne do japim hesap për të shpirt që kemi marrë borxh. Se thonë, vi me një frymarrje, edhe ikim nga kjo botë me frymëzjerje. E thonë dha frym. Po ta s'du ta kuptojnë se çka ka. Edhe këtë shpirt që kemi këtu që mezi po durojmë që ashtu duhet me ta mbyllin gojën. Atje jep hesap atje. Edhe duhet t'i përkas historisë, vazhdoj me tjerë. Po Saliu duhet t'i kishe përkiti parë historisë, dhe po t'i kishe përkit Saliu, nuk do ishim të ku jemi. Kam pas idenë, po dënoj Saliu, me ato afera që unë i qova, Saliu sot s'do kishe një ram arrogant edhe me kaq dështime. S'do kishe këto hajdut që konkurrojnë për të bërë deputet. Do kishim vajtë në tjerë. Unë që i përqin do kishe shku vetë. Por konkurrimi në rrugët mirës e frymëzon dhe Zoti. Po jo duhet garu me këto. Jo, këta s'të lenë as konkurrojë mirë me të keqin, ta duhet konkurrojë keqja me më të keqen. Se rrugët mirës nuk kanë fjalë, nuk kanë, po s'kan aftësirë, nuk kanë aftësirë. E di se do të bjerë kjo o e role e madhe e perëndisë në tokë, do të bjerë oratoria, gallata që bëjnë, serioziteti, nervi, burrnia, gjithë do të bjerë. Se qarë, dhe tani s'kishim në dynja, nuk lindë dielli, lindën këta, doli dielli e doli hëna. Doli këta. Dhe pasaj tha Zoti, tha, pasha diellin, pasha hëna. Pasha figu dhe ullirin dhe, pasha kuajt e tërbure. Apo jo, se... Unë të rrigjëm shumë kur dëgjoj ty, kështu që është shumë e vlerë me dëgju kaq fjalë dhe gjëra që janë të lidhur me aktualitetin dhe me ato siç ka vjen edhe nga që është më hyjnore, siç ka është më rëndësishme edhe për ne vetë si krijesa të. Nuk ka rrugë tjetër përveç rrugës derave të Zotit. Se realisht ne duhet të dëgjuar gjithmonë këtë lloj bombardimi, këtë lloj ushqimi që po na jep, ne deri diku dhe
në mbyllet e perdja e të vërtetës. E marr guxim ta them edhe E unë ka që thonë ai lart gjithë me dal kundra, nëse ai lart kënda mene me të një mu, nuk ka kush që ta mohon me ti. Mor gjithë me dal pro, ai lart ka mene me të shu dënim në vetë të dënohesh. Edhe këta menojnë që duke mbledh ushtarët e tyre, e duke marr para pa fund, e duke bot liga pa fund, ta mbrojnë ligën me të ligë, mendojnë se do shpëtojnë. Nuk i shpëtojnë vullnetit atij dhe shpresoj ta shijojnë sa më shpejt ata drejtsinë e Zotit dhe ta shijojnë dhe nese, edhe ne atë po presim. Gjë tjetër vjet s'na ka ngel. I themi fatkeqësisht ja keni buj zmetin deri në fund, domethënë kësaj urrëtie që kemi për ju. Dhe e meritoni plotësisht urrëtien tonë. Dhe nuk jemi nga ata që kthejmë faqen tjetër, po jo, ne jemi edhe i përballëm. Të përballemi me këtë motiv dhe që këtë urrëtie mos ta ndjejnë nesër fëmijët e mi. Dhe ta harrojnë që do të shpëtojnë, se ka thonë Zoti edhe në Bibël, se ne përkasim atij besimi që nuk mohon as i profet, edhe as i libër të shenjtë, edhe në dhjetën e vjetër që deri në brez 4 do e paguajnë. E të bin për të. Të falenderoj shumë, është kënaqësi gjithmonë kur gjej kaq fjalë të bukura dhe të ndjera për sa përket aktualitetit shqiptar nga një njeri i nderuar si ju. Respekte për ju, për punën që bëni, për mua personalisht jeni shumë i vlerësueshëm. Faleminderit shumë. Miq, uroj që ta ndiqni dhe realisht është një bisedë që duhet që patjetër ta shpërndani dhe kjo është ajo se çka po mundohemi ne të luftojmë midis kësaj të keqe, kaq të madhe që ka pluar Shqipërinë, të sjellim një frymë tonë kaq thjesht, pas një lloj interesi, siç e theksoi dhe Zoti Kara, thjesht për të mirën e këtij vendi. Kush di ta gjykojë, ta arsyetoj, të bashkohet, gjithsecili në formën e tij, duke vendosur logjikën dhe njëtin dëshirën e tij të pastër për këtë komunitet që na rrethon dhe jemi pjesë e këtij vendi. Ju përshëndes shumë. Faleminderit.